Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 26 shtator 2025. Jemi në ditën e Venusit. Dita e sotme do të fillojë në kushte pozitive, duke qenë se hëna do të ketë kënde pozitive me Jupiterin. Ky kënd pozitiv midis dy planeteve benefik do të thotë një optimizëm vërtet shumë të lartë dhe hapjen e mundësive të shumta për ne, si përsa përket çështjeve materiale, po ashtu dhe në ato sentimentale. Që sa ditë do të jemi vërtet shumë të ndjeshëm, të gjithë emocionet i perceptojmë në mënyrë shumë të thellë dhe këto na ndihmojnë vërtet shumë për të kuptuar se cilat janë gjërat të cilat duhet të zhvillojmë. Do bëj edhe pak nostalgjik, kemi rikthimin e situatave, individëve, të cilat do të na ndihmojnë që të mbyllim plagët e të shkuarës. Kënde pozitive, duke qenë se do të ndodhen tek shenjat e ujit, mund të thotë edhe një frymëzimi. Kjo do të jetë e vlefshme në lidhje me sëmundjet fizike, po ashtu dhe në ato shpirtërore. Ndërkohë që midis orës 19:43 deri në orën 23:37, hëna do të jetë në zbrazitim. Gjatë kësaj periudhe përqendrimi jon do të jetë shumë i ulët, mund të jemi shumë të shpërndar, por kjo nuk është vetëm diçka negative. Detyrimisht duhet të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm të mos marrim risje të panevojshme, por në momente mund edhe të na ndihmojnë që të kuptojmë më mirë subkonsciencën tonë. Gjërat problematike që mund të na bien më tepër në sy gjatë këtyre orëve janë edhe pikërisht gjërat të cilat mund të gjejnë zgjidhje dhe shërim pothuajse të plotë. Këshilla për këtë ditë do të jetë që të dëgjojmë ndjenjat tona, përdorim logjikën tonë, e cila në këto momente vazhdon që të jetë shumë aktive, duke përdorur këto të dyja të krijojmë balancë në të gjitha aspektet e jetës sonë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.